Zotëri Ashari, a konsideroni se ka këtë lloj përgjegjësie, ai takon në këtë rast, në këtë situatë që jemi partive tjera parlamentare, se në fakt as nuk kemi opozita aktualisht? Po njëna për arsyeve pse zoti Kurti ka arritur në këtë nivel të arrogancës, është pikërisht kompromisi që partitë dikur opozitare, tani më ende nuk po dihet se do të jenë pozita apo opozit, kanë bërë vazhdimisht. Thot, përgjësia politike mbi subjektin që ka marrë më së shumë të mbështetje e që është lëvizja vetëvendosje. Nëse dikush duhet bëj kompromis, është lëvizja vetëvendosje. Më thonë, nuk mujna me i bo përgjegjës se partitë opozitare, pse nuk po bojnë kompromise lëshime ndaj ofendimeve të vazhdueshme që lëvizja vetëvendosje i bën. Lëvizja vetëvendosje dhe zoti Kurti e kanë një diçka që nuk e kemi pa në skenën politike e bukur gjatë. E kemi pa prej se ka ardhur në pushtet. Nuk kënaqet me i mujt parti tjera me një proces demokratik që shën zgjedhjet, po ka tendencën e nënçmimit tyne. Edhe vazhdimisht në secilin rast e përdor për me nënçmu. Kërkon votën e tyne, hala pa dalë për seance, dikush në sallën në hollin e kuvendit, jep deklarata për gazetar edhe i sulmon prap. Ku është ideja që partitë opozitare me u bërë qaq civilizum edhe qaq mjë nënshtru diktatit tina. Në fund ditës, mas shumë të i përgjësi për këtë vend ka lëvizja vetëvendosje se ka mbështetjen më të madhe. Më thonë, arroganca ishtë dasht me ardhin pushtet, me ardh të ra, të normalizu, të e pa që është pushteti, edhe të e kuptu rolin dhe përgjësin që i ka. Të na, po ndodhi shka e kundërta. Në fakt, lëvizja vetëvendosje po ndodhi kundërta, veç vjen edhe shtohet arroganca. Dhe thot, edhe kërkon mbështetjen, kërkon votën për kandidatën e vetë për kryetar, po të regohet që si ka numrat, edhe vazhdimisht si sulmon. Të thonë, absolut, i mirë kuptoj partitë opozitare pëse nuk e mbështetin pa një marrëveshje. Në fund ditës, duhet kompromis sepse votuesi ka vendosur që mos t'i jap si herën e parë gjitha mundësi që ky t'i ndërtoj institucionet pa pas nevojën e kërkuj. Tashune, më veç më marrë me mene se votohet pa i nënshtrohet këtij diktati, këtij nënçmimi që po javon lëvizja vetëvendosje partive që dikur ishin opozitare, edhe vjen puna të ndërtimi i qeverisë. Qysh kime i thonë të dikujna një deputeti mos e voto qeverinë përderisa ja mundësove me bo kuvendin pa reflektuaj të paktën kjo ideja me kërku falje për që ka ndodhë gjatë fushatës e mas fushatës e ofendimet let mesin me vlerësu shtetari personalitetin se cilit. Po, këta nuk janë të gatshëm me bashkëpunu me kërkan. Edhe nëse nuk janë të gatshëm, nëse dikush ka përgjësi për këtë blokat që përbuhet, është lëvizja vetëvendosje. Që është këtu ma që ishtë dashtë me reflektu, pishuëm dy lloj personalitetesh. Viti në pjesën e parë, saj, dhe në 6 mujore e parë, për çdo ditë ka përvjetoret dëshmorëve, përvjetoret masakrave që ka ndodhur këtë vend. Edhe këta, bashkë në këtë fazë, prej blokadës që ja bojnë institucioneve, themelimi tyne me marë përgjithësi, me rregullu jetën e këtij qytetari, shkojnë në një përvjetor edhe flasin që është duhet amanetin e këtyne tranëve me çu për para, me punu mirë, me punu për shtetin. Dhe më thonë, e bjen kundërshtim me krejt çka ishtë dasht me reflektu. E në fund ditës, qytetari duhet me pa, edhe besoj mjaftueshëm e ka pa deri sot, se kush është bllokuesi, kush është fajtori. Por do të mund t'i hapni rrugë pastaj opsionit ta zëm në mënyrë hipotetike, votohet kryetari i kuvendit, rrjedh afati ligjor, vetëvendosje prapi ka këta 57 vota që i pam se i ka për kryetar të kuvendit dhe i hapet rruga opozitës që ajo ta bëjë qeverinë, apo jo, por duket se as ata nuk e kanë këtë mundësi, nuk i kanë këto vota aktualisht, nuk e kanë këtë interesim në fund të fundit. Unë nuk e shoh shumë problem kush do të vinë qeverisje. Unë e shoh problem mendësinë. Se tash me të njëjtën qasje kemi me pas një viti... Po zotëri Ashari, mendësia nuk është shumë e reja, apo jo? Jo, në sjelljen e vetëvendosjes nuk është e re. Të gjithëve dorën zamë, sepse vazhdimisht na ka përcjell kjo situatë. Kam pas kompromise. 6 muaj 2014